He pra të dashur miq, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim pak për Eliona Binjakaj. Eliona është një banore e cila që në momentin e parë kur hyri në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, ka tërhequr një vëmendje jashtëzakonisht të madhe. Me thënë të gjithë duke e komentuar, të gjithë duke i qëndruar pranë për një histori që u bë virale në për të gjithë rrjetet sociale në momentin kur Benita i përmendi nënën Elionës. Ne hulumtuam, e zbuluam historikun e Elionës, e kuptuam që Eliona kishte humbur nënën e saj dhe motrën e saj në një aksident automobilistik. Por nata e mbrëmshme ka qenë një natë që ndoshta na la edhe mesazhin që këtë javë do të dëgjojmë rrëfimin dhe historinë të Elionës. Nga që Eliona ishte shumë e prekur, ndoshta ka qenë në dhomën e surprizave për të rrëfyer rrëfimin e saj, për të rrëfyer jetën e saj dhe ishte pozicionuar në lavanderi më pas për të marrur atë dashurinë dhe atë mbështetjen të sinqertë që në fakt njerëzit po ta japin nga momenti që ti rrëfen një diçka. Eliona ishte shumë e prekur, ajo foli me shumë emocion për familjen e saj, foli me shumë mall për nënën e saj, foli me shumë dashuri për nënën e saj. Ajo tregoi dhimbjen dhe atë zemrën e saj të butë që ka për nënën. Banorja e Big Brother VIP Kosova, Eliona, ka ndarë me miqt të shtëpisë një nga historitë më të dhimbshme të jetës së saj, duke folur hapur për humbjen e nënës edhe të motrës. Si dhe për fëmijërinë e vështirë larg familjes, një temë që në fakt është folur shumë, edhe unë muaj më herët ua kam sjellur në një video përmbledhëse për historikun e Elionës. Gjatë një bisede emocionale me Sasën, Eliona tregoi se gjëja që i dhe më shumë është fakti që nuk e ka pasur mjaftueshëm kohën për ta shijuar praninë dhe dashurinë e nënës së saj. Imagjinoni, domethënë Eliona është larguar, e kanë larguar nga shtëpia dhe Eliona domethënë ka mbetur pa dashurinë e nënës. Fakti që më mërzit, thot Eliona, është që nuk kam pasur shumë kohë me mamin. Unë kur i kam pasur 13 vjet, jam kthyer në shtëpi. Që kam ikur nga familja gjermane, domethënë moshën 13 vjeç Eliona ka ikur prej familjes gjermane. Sasa e pyeti sa vjeçe kishte qenë kur kishte jetuar me familjen gjermane, ndërsa Eliona ju përgjigji kam pasur 6 apo 7 vjeç kur kam shkuar atje, ndërsa 13 jam kthyer. Për më tepër Sasa e pyeti nëse gjatë gjithë atyre viteve kishte qenë pa nënën, edhe Eliona e konfirmoi me një po. Domethënë nuk e ka takuar nënën e saj fare sepse familja gjermane nuk e ka lënë, ja ka ndërprer gjithë kontaktin të nënës, ua kam treguar historinë. Rrëfimi i saj u bë edhe më prekës kur ajo tregoi zhgënjimin dhe dhimbjen që e ndjeu në momentin e kthimit në shtëpi. Erdha edhe më është dukur aq bukur, jam lutur s'disa vite për ta pasur atë moment dhe Zoti s'më la të kënaqem. Ta shijoj, ta kem dashurinë e nanës, të mbushem me dashurinë e nanës. Ky rrëfim i sinqert e nxori në pah dhimbjen e thellë dhe boshllëkun emocional që Eliona mban ende brenda vetes, duke prekur jo vetëm Sasën, por edhe publikun që ndjeu afër edhe dhimbjen e saj të pathënë. Në fakt, ndoshta këtë javë do të prekim historinë e Elionës. Eliona duke që mbart në vete shumë histori të dhimbshme, duke që mbart në vete shumë të merr, por unë dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju Elionën dhe çfarë shikoni në fakt ju në lojën e Elionës, edhe pse unë e shoh një vajzë glamuroze.